Në një konferencë zyrtare të mbajtur sot në Tiranë për emërimin e Libuar Aliut në krye të portit të Durrësit, Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku bëri një deklaratë që mes rreshtave konfirmoi një detaj që përflitej prej kohësh. Gjatë fjalës së saj, Balluku përveç vlerësimit për aftësitë profesionale të ish-ministrit të Kosovës, shtoi me humor: "E kemi edhe dhëndër Shqipërie", duke nënkuptuar lidhjen personale të tij me një grua nga Shqipëria. Kjo fjali mjaftoi për të ndezur kurreshtjen e rrjeteve sociale pasi për herë të parë publikisht u la të kuptohej zyrtarisht se Libuar Aliu është në një lidhje të re. Ndonse jo e konfirmuar apo raportuar zyrtarisht, prej kohësh është përfolur ndarja e tij nga bashkëshortja Lumnie Zeka dhe lidhja me një partnere të re nga Tirana. Prive, bai Liberta Spahiu mëson se partnerja e re e Aliut është arkitekte me profesion dhe prej kohësh çifti është parë bashkë në evente të ndryshme në Tiranë, duke ruajtur diskrecion të plot ndaj jetës private. Emërimi i Libuar Aliut si drejtori i portit të Durrësit, përveç se surprizë, ka shkaktuar edhe debatet e zakonshme. Një prej njerëzve pranë PD-s e ka akuzuar atë si serb, çka ka sjellë edhe reagimin e gazetarit nga Presheva Alban Selimi. Ai thotë se akuzat ndaj Aliut janë qesharake. Në vim postimi i tij plot. Postimi i Alban Selimit: "Nuk jam idhtar i sipërfaqes së budallenjve që bëjnë shpesh në dy anët e kufirit, por dy fjalë du me i thamë për Libuarin, i cili para se të jetë politikan, drejtor porti apo çfarëdo pozite të madhe në cilin do nga shtetet shqiptare, ai është një adetar, djali patriotit Ali Aliu dhe i frymëzuar nga sakrifica dhe ideali që ka kjo familje për Preshevën, për qëllime krejtësisht politike apo të bindjeve të ndërtuara kryesisht nga narrativa serbe, shqiptare, kosovar. Ne mund edhe ta godasim Libuarin apo cilin do kosovar që merr pozita në Shqipëri, por askush nuk mund t'ja lëkon qëndrueshmërinë prej patrioti. Hajt hyni e shani pak edhe këtu, se tu e njoftë se afërmi jam i sigurt se s'ja leni shej." Shënim: ky analist i shqipnis sigurt se që Presheva ka mbet në Serbi, se ky i kishte thënë ndryshe, ai nuk di as not, Serbi Luginës vjen dhe bëhet drejtor.